si para zgjedhjeve, gjykata pushon hetimet për zotin Berisha, për gjithë të gurgulej që është bërë këto 2 vite. Po përsëri, për mua ka pushuar me kohë kjo çështje, mua janë kot këto gjëra, këto raste janë koti. Unë kam sqaruar tek ju, pas një përkraje djathtas apo majtas, unë kam thënë të vërtetën në rast se zoti Berisha shkon edhe procedohet në gjyq dhe gjykohet në themel rasti i tij, unë jam i bindur që në një moment do të vijë dhe rasti i zotit Rama, i cili do të shkojë edhe ai në gjykatë, do të përballet me gjykatën e tij, sepse do të keni parasysh Hitleri dikur ç'a bënte për të fshehur provat e tij, vriste njerëzit dhe bashkëpunëtorët e tij, dhe duke u futur në Gjermaninë brenda, fillonte dhe bënte vetë pastrimin që mos gjenin prova kundër tij. Dhe normalisht u përball me realitetin i hidhur, i mirë, i interpretueshëm nga ne, sepse e vërteta fshihet aty ku është ngjarja, dhe atë ne thjesht bëjmë vetëm referime, por Hitleri në realitetin e tij kur bëri pastrimin e gjërave të cilët do të cenonin veten e tij, ai filloi duke vrarë njerëzit. Ai filloi duke djegur dokumentacione. Ai bëri gjëra shumë të këqija përveç atyre që bëri në njerëzim në tërësi. Prandaj, duke i rikthyer komentit juridik, unë duhet t'ju them juve që në rast se zoti Berisha përfundon në themel dhe shkon drejt një dënimi të mundshëm, atëherë jam edhe i bindur që rasti i zotit Rama do të vijë. Pse? Sepse në rast se ne marrim referencë partitë e reja politike që kanë synim karrikjen e kryeministit, po posaçërisht Edi Ramës në këto kushte që jemi, atë do të sjellin një model, dhe do të thënë, derisa Berisha u dënuar për diçka që në ana juridike nuk mund të dënosh një kryeministër për një vetë ligj, sa atëherë futemi në çështjet e politike, pra gjyqësori futet në çështje politike. Atëherë në çdo moment të inceneratorët të cilët ekzistojnë dhe nuk ekzistojnë të Fierit, Elbasanit, Tiranës që janë fut ministra në burg, atëherë bie që edhe zoti Rama do të futet në burg. Në rast se do ta marrim ashtu siç jetë e drejta, jo ashtu si na pëlqen. Pra, vjen një ministër ose një kryeministër i ri i vendit, nesër bën model zotin Rama. Pse? Se do t'i tregojë që nga të gjithë këta burgaxhit të cilët ti i ke vendosur në burg dhe u pastrua pa politika me thonjza, sepse e vërteta këtë nuk kuptojnë qytetarët. Thënë, po na Rama i fut në burg, sepse ata kanë vjedh, janë maskare. Jo, Rama nuk është i fut në burg, sepse ata gjatë kohës kur kanë bashkëpunuar me Ramën, kanë shkelur po të dy bashkë ligjin, por kur vjen momenti që vjen një kallëzim penal dhe lëviz diçka, se prokuroria lëviz me kallëzim penal, çfarë do të thotë? Që ka plas lufta e brendshme, që do të thotë që nga lufta e brendshme që është plasur, do të thotë që dikush duhet të hiqet. Dhe ai që hiqet normalisht është më i dobti, që do të thotë zoti Ahmetaj, më i dobët se iku nga zëvendës kryeministër, nga gjitha. Pra ky kishte bërë gjithë ata në qeverisjen e vendit dhe u kap për një gjë të cilët nuk kishte lidhje fare me qeverisjen e vendit. Por ai sot del edhe na akuzon qeverinë për afera korruptive dhe s'paku nuk vepron kundër qeverisë, po vepron kundër Erion Velis. Pra e kuptoni se si është situata, dhe kur vepron kundër Erion Velis, vepron për diçka tjetër që nuk është politike, po është thjesht diçka tjetër që ne nuk e dim që 100% si ka funksionuar. Kjo nuk është sepse drejtësia funksionon. Kjo është se pikërisht dispozita përkallët se flet vetë, dhe nuk ka çfarë të bëjmë më funksionari publik që është e spaku që ta mbuloj dhe ta mbajë në sirtar. Shikoni rastin e këtij të Ilir Metës. Si ishte rasti i Ilir Metës? Ishte kallëzuar në 2020-ën. Ndeti president deri në 2022-shin, ndeti president i partisë së vet deri në 2024 sa ngeli aty, dhe në 2024 në tetor doli se ky qeka përfshirë në afera korruptive dhe u arrestuar ashtu si u arrestuar. Po mirë të bëj një pyetje, po çfarë të pengoi ty që nga 2020 deri në 2022 që ishte në krye të detyrës dhe ti kishe mbajtur funksionin e prokurorit të posaçëm, nuk gjete veprën penale dhe i gjete veprën penale sapo Ilir Meta filloi ty duke të thënë me emër mbi emër. Pra, do të thotë që është inskenuar e gjithë
që kundërshtarët e Edi Ramës të arrestohen, të futen në burg, dhe kështu është edhe rasti i Sali Berishës. Pse? Sepse pikërisht kjo duhet të jetë një lojë që të friksojë çdo qytetar të ndershëm të këtij vendet që mos merret me politikë. Pse? Se kush merret me politikë, ka dalë lajmi që Spaku ndihmon Edi Ramën që i fut në burg të gjithë, me prova apo pa prova. Prandaj them, procedimi ose vendimi ndaj Berishës, a del para 11 maj, a del pas 11 maj, nuk ka pikë rëndësie, sepse seanca paraprake nuk është seanca e vendimarrjes së dënimit. Edhe sikur të ndodhi pushimi i kësaj çështje ose i kësaj akuze, përsëri prokurori i posaçëm do ta ankimojë në gjykatën e apelit dhe në gjykatën më të lartë që mund të jetë gjykata e lartë. Prandaj them, mos u merrni me seancën e gjyqtarit paraprak, se nuk ka pikë lidhje. Pse nuk ka pikë lidhje? Sepse edhe sikur të dalim me vendimarrje vazhdimin e çështjes në gjykim, përsëri do të kesh seanca pas seance, sepse janë shumë të pandehur dhe secili prej të pandehurët duan kohë që të njihen dhe ose të marrin kohë që të përgatiten me diskutimet përfundimtare. Prandaj them, mos u çudisni në rast se do të kemi shtyrje, sepse ky proces do të ketë vetëm shtyrje derisa të dalësh në vendimin përfundimtar të dënimit apo jo të personave. Avokat,